du t'i them disa fjalë që tjenë për kujtim për ne. E para është që gara filloi. Gara filloi. Pikpyetja është kush për neve do të fiton dhe kush për neve do të fiton. Ko është shumë shpejt. Sikur se kalon 20 të Ramazanit, kalon edhe të në të fundit. Për këtë shkak, nëse na kanë petë diçka pa bën të kaluar, tani ta kompenzojmë. Ti përvjerit prapë dhe nëse s'kemi arrit fillojmë Kur'anin me bahar me që tash edhe 10 natë kemi, mund të përfundojmë një hapë të Kur'anit. Nëse kemi lanë të një punë të mirë pa bën të kaluar, tani kemi mundësi ta bëjmë. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vendet në vdekjen e fundit të Ramazanit, e shtërngonte rrypin, e zgjante familjen, edhe e shtonte seriozitetin në adhurimin. Do të bënte disa veprime që si kishte bërë në 20 natë e para të Ramazanit. Jo në për vetë, por edhe për familjen e tij, gruan edhe fëmijët. Që në më thotë të gjithë familja, i gjithë fanefisi, i gjithë vendit të zgjohen që netët e fundit të Ramazanit t'i bëjnë net ibadetit. Në e vërejmë se netët të Ramazanit zgjohet qyteti. Mirë po, një pjesë e madhe vita për qëtore dhe kafene. Kemi nevoj që me i kru vendit. Që nëse rrimë zgjuar, të rrimë në gjamia të Allahu, duke e madhnu Allahu subhanahu wa ta'ala, duke e falëndru për të mira që në jepë, dhe duke i nështru madhisë Allahu për që të. Çështja tjetër që dëshiroj ta përmendi është dilema dhe sikleti dhe vezvese që na bën shejtani në namaz natë. Nëse imami për shembull i lexon 2 faqe apo 3 apo 4, neve na vjen një vezvese të themi shumë gjatë. Po edhe në teravih, për shembull, nëse imami e fal teravih pak më ngadal 1 orë apo 1 orë e gjysmë, shumica e xhamatit ankohen. Pse ndodh kjo? Ndodh për shkak se nuk e kemi shiju ambëlsinë e faljes së namazit. E para, kryesore. Nuk jemi edukuar dhe nuk jemi stërvit dhe nuk jemi mësuar në ibadet. Se po ishim mësuar në ibadet shumë letë ta kishim. Për shembull, nëse janë një struktarit me ta hyrë një punë që ka të bënë me struktari, a i vjetë mësia të një vjetë mësia. E me raj, për 5 minuta të këpse se a i e ka bënë zanatë. është mësue për një të vëllatë. Mirë po, nëse dikush nuk e ka bënë atë punë, edhe pse e ditë, për gjatë kohë se ka bënë për i tonë, edhe t'je ka të kujtimë. Andaj, nëse na miremi me namaz natë edhe jashtë Ramazanit, edhe farin namaz natë edhe jashtë Ramazanit, dhe e detyrojmë vjetën për namaz natë edhe jashtë Ramazanit, kur të vjetë Ramazanit edhe namazit natë Ramazanit nuk është i lejë, normal, nuk kemi një vështirësi. Dhe lidhje me këtë, ju tregoj shumë tregime, biografia e pejgamberit sa më shumë plot për shembull Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çdo mbrëmje thotë namaz natë. Atë shumë që i ai ishte i kom për qëllimin kom. A i duna ka pas, nuk ka pas. E pse atë gjatë ka por namaz natë, për faratim Zotit. A na kemi gjuna, kemi mangësi, kemi 100 zeza të punë për përë. Andaj, na kemi nevoj për shumë e nejtë kom. Na rinë kom, a liku rinë kom. Për shembull, kur shkojmë dhe një ndeshje të madhe sportit, rinë kom, nëse s'ka bilete për kalike dhe në kom, veç të qilë. Rikom edhe një koncert. Rikom na dë një sporter, shalter që të fejtë. Për punë më njësë rikom për vete puna për namaz, për ibadet, për të kemi një shkëtësi. Që ka qenë edhe sahabët e pejgamberit alayhis salam, që vazhdimisht gjithë natën e kanë në gjallë në ibadet. Po të atërvejt të tregim që e përmen imam Abdullah ibn Mubarak për ledimin e tij e Zotit për një musliman të kohës së parë të muslimanëve që kishte emrin Ebu Rejhan. Ky njeri tregon shërbëtori dhe ishte qenë luftë. Edhe luftat atëherë ato në kom, nxehtë, vështirësia shumë më të madhe se sot. Sot ki aeroplan, ki helikopter, ki tankse, ki kamiona, ki shumë më letër.
ka arë prej lufte, do më i raskapitur në shtëpi. Gruaja e shkon darkën, e han darkën me gruan, me familjen, dhe i thot, ma bjerë legenin edhe i brikit me ujtë marë abdes. Merë abdes dhe shkon të vendi që zakonisht fale për me falë namaznate. Dhe njësë. Allahu Akbar. Lezën surët e Fatiha. Pastaj fillon edhe zhytet në surët e Kur'anit, ajet pas ajeti, surët pas surët, dhe i sa thirë ezani i pari sabahut për të regu se ka i koha e syfirit. Jep selam dhe më përdo namazin, edhe i jep me vetë komur. Në harobe i nisën tonë që kimi të ti. I tha buri, e vërtet është të i druhet se ju harova, se ty kisha kujtu, va kisha ronë haku të isën të kuj. Të të mire po, kur u futën në lezimin e Kur'anit, në ajetet e lojlëshme dhe begashme të Kur'anit, duke i parafikërua të begati që ne ka përshkut Allah në Kur'an, u humba dhe krejt. Shëti që prej një parkun park tjetër, prej një gjelbrim tjetër, prej një tregimi tjetër, dhe unë e krejt u humba në falen e namazit. Deri sa thiri e zone, ma kujtoj se jam namazit. Shikoni, i lodhëm nga luftë, i përmalluar për familjen e vetë. Krejt këto i haron kur ai që on kom me falë namaz. Ne dhe shka në ndodhë, në kur qëmë me falë namaz, krejt gjonat në kujtonat. Veç ahireti, gjenneti, gjëhenemi, atë e hare. Andaj kemi nevoj që t'ja kujtojnë në tjene këtë gjëra, për t'ja shtu vullnetin dhe durimin në namazën nësë. Rusim Allah më dëra që të në rritma, që t'a kalem këto 10 fundit